191 vjet më parë, me datën 29 gusht, një armen i pasur, Lazar Luçak, solemnisht ka hapur kështjellën e sapo ndërtuar në bregun e majtas të lumit Begej, në fshatin Eçka, afër Zrenjaninit, të cilin e quajti Kashtell. Në pritje ishte shumë mysafir nga pallatet evropiane dhe të ftuarit ishin të kënaqur nga luajtja virtuoze të Franz Lisztit, atëherë ogur fëmijë, më pas kompozitori famshëm. Sot Kashtell Eçka është një hotel i cili ofron një kënaqësi mbretërore. Në Hambarin serb, në Vojvodin, sot ka më shumë se 30 kështjella, pak a shumë të ruajtura mirë dhe të mrekullueshme. Pranë qytetit Zrenjanin është Kashtell Eçka, e cila së bashku me Carska Bara është një tërheqje turistike në Banat, si quhet kjo pjesë e Vojvodinës. Historia e kashtellit fillon me vitin 1783, kur një armen i pasur, Lazar Lukaç, në Ankan në Vjenë, bleu 18.000 hektar tokë në këtë territor. Ai kishte ardhur nga Temishvar, ku jetonte me familjen e tij dhe filloi të tha tokën e rënd të Banatit, të gërmoj kanale dhe të krijoj një tokë pjellore. Punët e rënda së pari e kanë kryer gjermanët, por jo për shumë kohë, pastaj ai ka sjell bullgarët. Edhe ata nuk duronin shumë si hungarezët dhe serbët, të cilët erdhen para tyre. Rumunët jo vetëm që kanë punuar mirë, por filluan të jetojnë, kështu që edhe sot janë në mesin e 5.000 banorë të Eçka, tregon për radion ton Vlada Dashiq, punëtor turistik nga Zrenjanin. Duke ndjekur shembullit e fiznikerisë evropiane, Lazar Lukaç filloi të merrej me bujqësi dhe të ndërtoi kështjellën e bukur. Me punët filloi me vitin 1815 dhe me 29 gusht të vitit 1820 është mbajtur ceremonia e hapjes. 3 ditë e para në përtër fshatin ishin shërbyer ushqimi dhe pije për punëtorët dhe banorët, dhe me 29 në mbrëmje në parkun, i cili zë sipërfaqe prej 25 hektar, është organizuar festë e madhe në të cilën morën pjesë shumë krerë të kurorzuar të Evropës së atjershme. Kuzhinieri kryesor për atë rast u soll nga Vjena. Karroca dhe kuaj shkëlqenin për mirëpritje të 300 mysafirë të shquar nga Vjena dhe Budapesti, mes të cilëve ishte konti Esterhazy, më i pasur dhe më i shquar në Hungari. Kashtjell me vite ishte qendra e mbledhjes së adhuruesve të gjuhës tisë nga vendi dhe nga jashtë, ku mysafirë të shpesht ishin paradhënësi i fronit hungarez Franz Ferdinand, i cili pikërisht nga këtu është nisur për në Sarajev, ku është vrarë, si dhe pasardhës i fronit serb Aleksandar Karagjorgjević. Familja Lukaç në këtë rajon ishte e pranishme deri me vitin 1912, para luftës së parë botërore, kur është vdekur, dhe kështjellën e kanë bler kroatët, pronarët e bankave. Në zotrimin e tyre ka mbetur deri në vitin 1941. Në kohën e luftës së dytë botërore ka qenë shtabi gjerman, dhe pas luftës dhe deri në vitin 2006 në këtë kështjell ishte një supermarje shtetërore, thot Vlada Dashiq. Atë vit kështjellën e bleu një biznesmen me prejardhje nga Zrenjanin, dhe në rinovimin e tij ka investuar më shumë se 3 milion euro. Tashmë 5 vjet, Kashtell Eçka është një hotel-restorant reprezentativ, në të cilin vetëm ndriçimi kushton 60.000 euro. Në parkun, i cili rrethohen kështjellën, ndodhet skulptura e femrës, që është e re, por nuk ka gjurma se kush e ka urdhëruar dhe vendosur. Në afërsi është edhe galeria bashkëkohore e teatrit të Zrenjaninit, në të cilën në pjesën e dytë të shekullit të kaluar janë mbledhur piktorët më të mëdhenj të ish-Jugosllavisë dhe kanë lërë veprat e tyre. Është më shumë e njohur si koloni artistike në Eçka.
duke pushtuar Evropën veriore, Attila qëndroi në këto zona moçalore ku shpesh sundonte malaria. Sipas legjendës, vajza e tij, Echka, ishte usëmur, tu dhe vdiq dhe sipas saj fshati mori emrin.